Në spitalin e fëmijëve në Kozlle, fluksi të prekurve me kollën e keqe është shumë i madh, por në spital shtrohen vetëm foshnjat më të rrezikuara. Aktualisht në repartin e kujdesit intenziv në Kozlle janë 5 foshnjë, më i madhi 3 muajsh, ndërsa më i vogli vetëm 25 ditë. Gjendje më të rëndë tani për momentin janë ata me qëndrime të gjatë se 4 deri në 5 ditë. Ata kanë sulme shumë të shpeshta, kur ka nevojë për ajër, gjysmë e nënave kanë kaluar kollën e keqe, tani edhe nënat kanë perrutusis. Nëse kolliten, rastësisht prej jashtë mund t'i dëgjoni që është edhe shumë dramatike dhe shumë alarmante sepse sëmundja përhapet vetëm sepse fëmijët nuk janë të vaksinuar, thonë në repartin e kujdesit intenziv në Kozlle. Sipas të dhënave të Qendrës së Shëndetit Publik, në javën e fundit janë regjistruar 72 raste të reja me kollën e keqe, apo 67% më shumë krahasuar me javën paraprake. Numri më i madh apo 58 janë në Shkup. Mosha e të prekurve është deri 44 vjet, ndërsa numri më i madh janë të grup moshës 10 deri 14 vjeç. Nga fillimi i vitit deri më 21 mars në vend janë regjistruar gjithsej 287 raste me pertusis.